Përshëndetje një dashje dhe mi vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe këtë javë që realisht do të thosha kujdes këtë javë me financa, me dashuri, me portofolin e këto gjëra, mos u nxitoni, mundoni të ruani qetësinë dhe kujdes sepse edhe do të ketë momente që të tjerë do duan t'ua hedhin, të përfitojnë nga ju. Kështu që me kujdes, ju them shumë në gjëra të tilla dhe duhet të kuptoni se jeni në atë fazë që do të mbroni gjithçka që është vlera dhe parimi i rëndësishëm për ju, prona juaje, me radhë, vlera, parime, prona, të siguroni aspektin material, me tilla gjëra do luftoni shumë këtë javë deri nga fundi i muajit, derisa të finalizojmë pastaj aty nga fundi i muajit me atë hënën e plot në shenjën e Shgjetarit. Nëse sdo që jemi në këtë javë, t'ju uroj të jetë një javë e mbar. Dhe gjithashtu t'ju kujtoj se për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, këtu keni lajme shumë të rëndësishme për të marrë. Janë ato lloj lajme që mezi po i prisnit, ose është një zgjidhje, një problemi që vjen me shumë kollajllëk, gjë që mbase nuk e keni realizuar ju vetë, po e ka realizuar të tjerë për ju, sido që të jetë nesër dita sjell lajme të rëndësishme dhe mundësi në shkrimesh kontratash të rëndësishme dhe marrëveshjesh të rëndësishme që ju japin rrugët për një së thua ardhme më të lehtë ose më të mirë ose më stabil dhe në financa dhe në punë, por edhe në çfarëdo gjë ka të bëjë dhe lidhje ka, në fakt me dokumentacion të rëndësishëm. Nesër dita domethënë ka këto lloj tiparesh dita e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë pikë së pari një herë qetëson ato gjakrat e trazuara, për këdo prej jush që ka kaluar situata të vështira në aspektin personal, profesional, ekonomiko, financiar, familjar, nuk e di nëse e thash. Sido që të jetë këto gjëra fillojnë të stabilizohen dhe ato premtime që thuhen ose ato fjalë që thuhen janë të vërteta dhe do të mbahen, domethënë avash duket se ju jepet mundësia që të gëzoni dhe ju, të shpresoni për një të ardhme më të mirë, të kaloni problematika që keni pasur në çfarë do lloj fushë të jetës tuaj dhe prej këtij tutje duke qenë se arrihet paqja dhe zgjidhen probleme dhe ju qetësoheni avash. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është një ditë e cila në gjatë së cilës mund të përjetoni problematika dhe situata të cilat nuk janë zgjidhur ende dhe që u lëndojnë akoma. Domethënë ka të bëjë me humbje, ka të bëjë me dhimbje të madhe shpirtërore, pal humbjeve që keni pas, varet çfarë sektori të jetës tuaj, por që vjen gjithashtu edhe me premtimin se nëse arrini të duroni, nëse arrini të mos e humbisni shpresën dhe besimin, atëherë çdo gjë kalon. Domethënë si thua, prova e fundit para një suksesi shumë të madh. Domethënë kush do rezistoj dhe do ketë besimin se çdo gjë do vej mirë, ka për të shkuar shumë fare mirë. Të tjerë pastaj nuk di çfarë të them, por që është sakrifica e fundit, është dhimbja e fundit, vuajtja e fundit, para se të çelë drita jeshile dhe çdo gjë të shkojë shumë mirë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju sjell vëmendjen dhe fokusin tuaj në çështje familjare, çështje prone, sikurse e thash, nuk e thash kot. Do mbroni interesat tuaja, pronën tuaja që u takon, zgjidhen çështje me këtë lloj natyre. Mund të jetë edhe një ditë gjatë së cilës ju vendosni se ka momentin një bashkëtese, ose realisht e dita që e nisni një bashkëtesë, ose që shpërnguleni në një banesë të re, apo në shkruani një kontrakt, një dokumentacion, akt shit blerje të një banese, ose stemimi një prone, sikurse e thash. Dhe këto tipare ka dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë që favorizon shumë çështje pune dhe karriere, por jo t'i bëjmë gjërat të hapura për të gjithë, nuk është për sytë të gjithë, është pikërisht ato lloj bisedash që bëhen prapa kujtave, prapa dyerve të mbyllura. Domethënë diskutoni, analizoni, shqyrtoni, nënshkruani nëse doni kontrata të rëndësishme, por që nuk do të bëjmë publike sepse ka plot aty që nuk ua duan të mirën dhe mund t'ju prishin punë. Sido që të jetë kujdes tashethemet, kujdes intrigat, kujdes skandalet, gjithashtu ditën e premte duhet ta them, është edhe letër e tillë. Nëse keni pas probleme me shëndetin ose mendoni se ka diçka që nuk shkon mirë, do ishte të bërit një farë kontrolli, ruani fitimet dhe të ardhurat tuaja, nuk është momenti për të investuar, nëse nuk keni 100% të sigurt për atë investim që po bëni.
dhe mund të dalin udhëtime pune pa pritur dhe për të gjithë juve që nuk e keni gjetur ende personin e jetës tuaj, është një moment shumë i bukur që ky person të vi më në fund. Edhe të qëndroj për të gjithë juve që jeni një marrëdhënie stabil tashmë, kujdes mos të ngatroheni me individ të tjerë dhe të hidhni gjitha gjërat në erë. Kujdes domethënë. Edhe favorizon shumë studimet. Kjo për gjithëve që jeni studenta ose doni të nisni një farë studimi, kualifikimi, çfarë të themi tjetër, trajnimi, kursi, seminari, se do të merrni pjesë, më favorizon dhe gjëra të tilla. Edhe çështje me natyrë ligjore duhet ta them këtë gjë, nuk mund të mos e them, favorizojnë ditën e premte, ne ma kam kurrente e premte po. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita për fillime të reja, një kapitull i ri, një fillim i ri. Një udhëtim nëse doni i shkurtër që ju ndihmon shumë të përqendroni, të përqendroheni në objektivat tuaja, është një ajër i ri që po vjen në jetën tuaj. Nuk e di se çfarë gjë të re punisni pjesa më e madhe për ju ditën e shtunë, por mund të jetë çfarëdo gjë, që nga një shpërngulje, që nga iki nga një shtet shkojnë jetojnë në një shtet tjetër, që nga nis një bashkëjetesë, që nga ndërtoj familjen time, që nga më gjet dita e shtunë të martuar, pse jo, në status tjetër, prind. Nëse merrni lajmin se do të bëheni prind ose nëse pasi shtatzani një fëmijë vjen aktualisht në jetën tuaj, por që ka të bëjë me fillime të reja, dhe një dashuri e re që me sa duket po troket në derën tuaj ditën e shtunë. Ndërkohë që për sa i përket ditës së diel, do të bëni kujdes ditën e diel, sepse me sa duket çështje që menduat se i kishte të mbyllura dhe që kishin të bënin edhe me familjen deri diku, po më tepër ke parasysh kur lidhen lojra, pushteti, manipulimi, kontrolli, edhe brenda familjes, dhe që deri diku synon edhe financat, është të thua vjedh veten time, po se kuptoj, atëherë këto çështje duket se rishfaqen, ridalin, dhe në pa dhe pasiguria, dhe frika për sa i përket ardhmes, dhe frika për sa i përket stabilitetit ekonomiko-financiar, pasi kjo letër tregon edhe shpenzime që mund të dalin për çështje familjare, çështje shtëpie, çfarë kërkon shtëpia, por që ju ka bezdisur dhe po i bezdis shumë kjo pjesë sepse nuk arrin dot të ngrini kokë ose mund të zbuloni një tradhti që ka kryer dikush kundrejt jush ose mund të zbuloheni ju si të tillë që keni kryer ju domethënë, por që çdo që tjetër është ditë zbulimesh, gënjeshtrash, mashtrimesh, gjëra të tilla. Dhe gjithashtu është një ditë që nëse keni menduar të udhëtoni diku, do më bëni shumë kujdes të siguroheni për orarin në cilin do niseni, për mjetin me cilin do të udhëtoni, për dokumentacionin ta keni të gjithë të rregullt të saktë, që mos të keni domethënë problematika të ndryshme, sidomos nëse do udhëtoni përmes ajrit ose ujit, kujdes. Jo se nuk do arrini destinacion, por mund të raskapiteni pak para se të arrihet kjo gjë. Me shëndetin do më bëni shumë kujdes ditën e dies, sidomos juve femrat, se ne kemi problemet tona sigurisht. Ginekologjike është vetë fjalë më shumë, dhe psikologjike, sepse lidhen të dyja bashkë, hormonale, psikologjike dhe ginekologjike, kujdes ne femrat, ndërkohë që meshkujt duket sikur kanë nisur një farë menopauze e hershme, që edhe këta me sa duket nuk po i lë rehat. Kujdes. Me çështje shëndeti mos luani, ju lutem shumë, nëse keni shqetësime të caktuara, një check-up është më së i nevojshëm. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Demi, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju të ditës të parë me pak kujdes, ju lutem shumë këtë javë, juve të ditës të dytë po ashtu, të thosha, pak a shumë, por më tepër juve të ditës të parë, çfarëdo gjë nuk po duket se po shkon në jetën tuaj, e ka një arsye pse po duket kështu, dhe sidomos në qoftë se ka të bëjë me karrierën tuaj drejt për së drejti, me karrierën tuaj, me statusin tuaj, me imazhin tuaj publik, me çfarëdo gjë ju lidh me pushtetin, me shtetin, me autoritetet e shtetit, që me sa duket kemi një përplasje, një përplasjen forca, është një forcë, ose sa thuash janë ato forcat e pushtetit, kush do mi të rrojë mbi kë, me martesën tuaj, këtu bëhet fjalë për gjithë ata që kanë pas krisje ose problematika në marrëdhëniet e tyre ose në çështje të tilla si këto që unë po i përshkruaj, do bëni shumë kujdes këtë javë. Juve të ditës të dytë duhet të reflektoni dhe ju mbi çka ka ndodhur në të kaluar, mos të përsërisni të njëjtat gabime, duket sikur diçka po vjen dhe po ju thot, "Oh, thiri mendjes." Juve të ditës të tretë, mirë, juve nuk është se ndikoheni shumë nga ndonjë gjë në këto momente. Mirë jeni, ju vazhdoni siç e keni nisur. Tani,
Për sa i përket parashikimeve personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket sa jave ju a thash, çdo gjë uroj, çdo gjë të shkojë mirë. Tani, për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë sjell shumë sukses të madh, sidomos për çështje si përmarrje, biznesi dhe çfarëdo gjë siguron stabilitetin ekonomiko-financiar për ju të shenjës së demit, qofshi femra apo meshkuj. Juve femrat gëzoni edhe më tepër në aspektin personal, ose me një propozim që ju bëhet për fejesa, martesa, bashkjetesa, ose për arritje shumë të mira, sikur se thash në çështjet e punës tuaj, sidomos nëse puna juaj fokusohet në art, në çfarëdo gjë ka të bëjë me artin, të bukurën, estetikën, modën, arkitekturën, financat, domethënë dhe investimet dhe gjëra të tilla duhet favorizoni jashtëmase shumë në këto sektor, por gjithashtu edhe në çështje personale të tjera siç do ishte një shtatzani për shembull. Nëse lajmet janë të mira dhe çfarëdo gjë vjen ju stabilizon, ta themi troç. Për sa i përket ditës së martë, edhe më shumë fat akoma, por kujdes, dita e martë është ai lloj fati i cili nuk do të zgjasë shumë, është një moment, një sekond, një fjalë, një gest, një e kapa dhe jackpot. Themi, po çfarë më ra mua kështu çfarë fati ishte ky. Por që nuk zgjat shumë, pra për të gjithë ju do të jeni vigjilent, sy hapur, do të dini të kapni momentin, të nuhasni fitoren, suksesin dhe mundësit, atëherë kjo është dita juaj për të ndryshuar komplet jetën tuaj, dhe është vërtet kështu si po e them, komplet jetën tuaj. Një çast ka aftësinë dhe mundësinë të ndryshojë gjithë jetën tuaj nëse do të dini ta kapni atë. Ndërkohë që për sa i përket ditës së mërkurë, do më bëni kujdes me çfarëdo gjëje kthehet nga e kaluara në formën e fajit, të diçka që keni bërë dhe nuk e fali dot veten për këtë gjë dhe torturoni akoma veten tuaj, në formën e vesit, në formën e frikës, pasigurisë, pra çfarëdo gjëje që është një ndjesi negative, jashtëmase negative do thosha, toksike, që sa herë që vjen në jetën tuaj dhe përsëritet, gjithnjë ju bën të gjykoni veten aq ashpër sa që në fund fare pastaj, nuk e di, duket sikur konsumoni veten tuaj. Nëse është një person që kthehet ose është duke u kthyer tani, atëherë kuptoni se nuk ka qëllim të qëndroj, i vetmi qëllim që ka është të bëj dhe një herë, të trazoj dhe një herë siç e ka për zakon dhe pastaj të largohet ashtu sikurse kthehet. Kujdes veset, kujdes fiksimet, kujdes lojrat e pushtetit, kujdes toksicitetin e lartë, kujdes çfarëdo gjë tjetër të kësaj natyre sikurse u thash. Kujdes gabimet në përgjithësi. Por që janë të përsëritura, nuk janë as të reja, kjo është edhe më e bukur. Por sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e përpiqjem, është dita e sfidave, domethënë asnjë gjë nuk ju falet, asnjë gjë nuk ju vjen në pjatë të argjend, por për çdo që është i gatshëm të luftojë, të përpiqet për të arritur qëllimin e vet, qoftë nëse do përballet me vështirësitë e gjithë botës, duket se ja dilni dhe keni fitore shumë të mëdha. Që ku do i shikoni këto fitoret e mëdha? Në çështje financiare, domethënë nëse po luftoni për një shumë që ju takon, atëherë do e merrni në fund të fundit. Nëse po luftoni për statusin tuaj, imazhin tuaj, respektin që duhet të gëzoni, domethënë para të tjerëve, e arrini dhe këtë gjë, për këdo që është në post drejtues, pavarësisht vështirësisë që dita paraqet, ja dilni ti çoni deri në fund punën tuaj dhe të arrini sukses, pra ka të bëjë dhe me rritjen e detyrë nëse doni, edhe me vlerësim të aftësive tuaja që përkthehen edhe në financa, domethënë përkthehen edhe në shpërblim monetar, por ka të bëjë edhe me çështje përveç se financiare, dhe me çështje familjare, dhe me çështje prindërimi, dhe me çështje shëndeti, po dhe me çështje autoriteti, që do të thotë nëse ju përball këtu puna me shtetin, atëherë në fund, pavarësisht sfidave, vështirësive, ja gjeni anën. Dhe nëse se përsëri do me thënë, keni pas, prap të them, problem me shtetin dhe në procese ligjore, gjyqësore, që përprisni farë vendimi, duket se del në favorin tuaj. Për sa i përket ditës premte, dita e premte është dita, këtu do më bëni kujdes me çfarëdo gjë duket e vogël si problem, por që pastaj bëhet e madhe dhe nuk dini nga t'ja mbani më. Mint janë kaosi. Pse përfaqësojnë kaosin? Sepse han themelet me nga pak. Dhe para se ta kesh kuptuar ti, ka rënë shtëpia dhe të ka zënë, ka rënë shtëpia mbi kokë dhe të ka zënë nën vete. Tani,
Bëni kujdes pra me çfarëdo gjë duket e vogël, por nuk është ashtu, me çdo problem të vogël, me çdo gjë që duket e pa rëndësishme, por që them dëmin e bën të madh. Kjo vlen dhe për shëndetin tuaj, dhe për portofolin tuaj, dhe për marrëdhëniet tuaja, dhe për gjithçka që ka rëndësi për ju në tërësi. Është e sajta herë përsëritur që nuk i keni kushtuar rëndësi këtyre gjërave dhe ju ka kushtuar. Të paktën uroj të keni mësuar nga eksperienca juaj dhe të mos lejoni më gjëra të tilla të përsëriten, sepse rreziku është i madh. Me të vërtetë që miu është kaosi, është sëmundja, është dhe janë sëmundje kronike këto që krijojnë sepse e keni lënë vetë pas dore, se nuk e dash të shikoni problemin, janë problematika që lindin në familje se hajt mos e të kaloj, hajt mos e kështu e ka ky, po që vjen një moment që tjetri thotë boll me kaq, mbaroj, nuk për mua nuk vlen më. E merra gjatë të tilla. Dhe portofoli që i bie ka të bëjë me vjedhje që ti e kupton sistematikisht ndodh dhe ti e lejon dhe pastaj në fund ç'a ndodhi? Të vodhi tjetër e ti ri, bëj se hir. Pra, kështu është dhe dita e premte, ne martëm kurrejt e premte. Dita e shtunë është dita e realizimit të ëndrave për disa. Do të thotë që më në fund arrini qëllimin tuaj, arrini objektivin tuaj, është arje destinacioni ta marrim dhe në këtë prizëm. Është një ditë që favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me rrjetet sociale, çfarëdo gjë ka të bëjë me imazhin tuaj publik, çfarëdo gjë ka të bëjë thjesht me ëndra që bëhen realitet. Pra një ndër juaj ja bëhet realitet ditën e shtunë, ose do të keni një frymëzim, një moment frymëzimi, i cili nëse realisht përkthehet në vepra, prap çon atë që them në realizimin e një ëndre. Dhe përsa i përket ditës së diel, fejesa, martesa, zhvillime, jeta juaj ndryshon prej këtej tutje dhe duket sikur hapen gjitha dyer, dritaret, mundësitë janë këtu dhe çdo gjë vjen për mirë për ju. Kur flasim për kopshtin, kopshti simbolizon ndryshimin, lindjen, zhvillimin, përparësinë, famën, të gjitha këto merat. Kështu që çfarëdo gjë nis ditën e shtunë, duket se bitiset ose avancon edhe zhvillohet më shumë ditën e diel, por që suksesi është i juaj dhe kjo gjë është vetëm një gjë e sigurt. Përshëndetje një binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Normalisht themi se ky muaj do të ishte muaj shumë i favorshëm për ju. Disa prej jush akoma jeni duke hasur në vështirësi të caktuara. Ju do të ditë që të dytë për shembull jeni në goxha vështirësi, do thosha. Ju të ditë që të parë aty ku duket se është vështirësi, aty i vjen edhe mundësit apo jo. Domethënë duket sikur çdo kthim me kokë poshtë përsëri ju çon me kokë lart. Domethënë janë ato ndryshimet që duket sikur shkojnë për keq, por në fakt dalin për më mirë. Ju vetë ditë që të fundit po shpëtoni nga gjithçka ka qenë e dyshimt, e çuditshme, e ngecur në jetën tuaj, po merrni zhvillim dhe keni mundësi të ecni përpara me gjërat tuaja. Nëse, sidoqë që këtu jemi në një javë të re, është një javë që pak a shumë të gjithë do të bëjmë pak kujdes, me thënë të drejtën. Megjithatë, uroj të jetë të shkojë mirë deri në fund. Tani për parashikime personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita e stabilitetit, për çështje financiare, për çështje personale, profesionale, për çështje shëndeti, për çfarëdo gjë qoftë, tregon pikërisht atë vështirësinë e madhe që keni kaluar, të paktën në këtë 10 vjeçarin, të paktën në këtë 10 vjeçarin e fundit, për disa mund të jetë thjesht 3 vjeçar, 1 vjeçar, çon si ka. Po që le të themi gjithë ato vështirësi që kaluat, më në fund ju bën të kuptonit se çdo gjë çështje koncepti, çdo gjë çështje këndvështrimi, varet si e shef, si e percepton, si do ta kuptosh dhe si do ta përkthesh në jetën tënde. Keni arritur domethënë kaq ta kuptoni dhe përdesa keni qëndruar të fortë me këmbë në tokë, për aq sa edhe kaq sa jeni, domethënë, dhe kaq sa keni arritur është shumë mirë dhe ka për të shkuar dhe më mirë akoma. Kështu që dita e nesërme si proces psikologjik një pikë së pari, mendor intelektual, duket se ju çon në konkluzione të tilla, pra jam shumë mirë, kam për të qenë dhe më mirë akoma, por fal edhe ideve tuaja, fal edhe mënyrës se si do i komunikoni ato ide, duket se arrini të stabilizohen në një vend shumë të rëndësishëm pune ose në një grup shumë të rëndësishëm njerëzish. Çështje shëndetësore zgjidhen, çfarëdo problematike që keni pas me çështje shëndeti, arrini të rikuperoni dhe në përgjithësi nesër favorizohet shumë puna mendore, intelektuale, komunikimi, gjëra të tilla domethënë. Përsa i përket ditës së martë,
Dita e martë, për të gjithë juve që jeni keni si qëllim, nisi në si përmarrje, po, të një biznesi, të një iniciative të caktuar, si në aspektin personal dhe të profesional, duket se ju del me shumë sukses. Në qoftë se individ të rinj janë duke ardhur tani në jetën tuaj, kanë për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm në të ndaj edhe mos i refuzoni. Mundoni të t'i pranoni dhe të dëgjoni çfarë kanë për të thënë dhe çfarë kanë për të ofruar. Pra, ditën e marrë vin mundësi dhe oferta dhe punësimi, po dhe për të realizuar përveç se profesionalisht dhe personalisht, kështu që mos i çoni dëm. Në qoftë se prej kohësh keni pritur në aspektin personal e kampaninë që dikush të merrte një farë vendimi apo të ishte një farë hapi, ja ku po e bën edhe vjen me një farë ta provojnë, do të them provojeni. Ose që se do të ta bëni ju këtë gjë, nuk do ju dali për keq. Për mirë do ju dali. Pra, favorizon iniciativën dita e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është ditë paraje, që do të thotë këtu, po ta marrë nga aspekti paras, do të thotë që kemi fitime. Fitime që vinë si pasojë investimeve që mund të kemi bërë në një kohë të mëparshme. Do të thonë nuk është se thjesht dalim brenda asaj dite, por që me sa duket janë rezultati i një pune të caktuar, investimit të caktuar, të një kohe të caktuar. Është gjithashtu momenti ku gjatë të cilit kuptoni se ndonjëherë duhet të shkosh me rrjedhën e jetës që të arrish atje ku duhet realisht të arrish. Është ajo dita që kuptoni se gjithçka keni kaluar deri tani ishte pjesë e një tabloje më të gjerë që nuk arrit ta shikonit më përpara, tani po e kuptoni lojën tamam pse u bë, pse do të ndryshonte jeta juaj kështu, pse nuk eci siç deshët ju, po eci në një drejtim tjetër. Pra le të themi mos e kundërshtoni rrjedhën e jetës tuaj, cila do qoftë ajo, dhe nëse duket se gjërat po ecin për keq, besomni po ecin për mirë, lërini gjërat të marrin rrjedhën e tyre, ecni dhe ju pa i kundërshtuar gjërat, do shikoni se çdo gjë ka për të shkuar shumë mirë, por në përgjithësi dita e mërkur favorizon paran. Dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me paran, transaksione, investime nëse doni, po që kanë ndodhur më përpara tani shikoni fitimet, tregtin, juve që merrni me tregtin. Është ditë paraj, është ditë suksesi për sa i përket paras, më së shumti. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e sqarimeve, me thënë të drejtën. Këtu nëse diçka ka mbetur pa sqaruar, midis jush dhe një personi tjetër, midis jush dhe një grup tjetër njerëzish, midis jush dhe prorëve tuaj apo kolegëve tuaj, atëherë kjo është dita e sqarimeve ku gjërat tuhen për ashtu sikur se realisht janë. Në qoftë se këtë gjë po e prisni me një person me cilin kishit një lidhje dhe nuk eci dhe mbaroi dhe doni sqarime, ja ku do i keni. Në qoftë se jeni në një lidhje që nuk po ecën akoma, do ju jepet arsyeja pse nuk po ecni dot. Do të thënë është ditë sqarimesh, është ditë ku thuhen të vërtetat ashtu sikur se janë, dalin sekrete në pa. Është ditë me, do të thënë, me një farë komunikimi shumë të lartë për sa i përket përcjelljes së informacionit, kështu që dhe lajmet që merr gjatë asaj janë shumë të rëndësishme, dhe është dita që mund të rishikoni kushtet e nënshkrimit të një kontrate dhe nëse nuk i përshtatet ta ktheni ato sipas interesave tuaja. Favorizojnë gjithashtu çështjet studimore dhe juve që doni të hidhni në si ta themi, favorizon shumë publicistat, gazetarët, kjo ditë dhe këdo pra që është në shkruaj dhe publikoj shkrimtarët, se jo, nëse jeni domethënë në këtë lloj linje, atëherë punët tuaja ecin shumë mirë ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që shkëlqeni me të vërtetë, domethënë ndoshta ajo çka nis dhe si projekt ditën e enjte, shumë bukur, ditën e premte sjell një sukses shumë të madh në jetën tuaj. Sido që të jetë është dita e shkëlqimit, është dita e famës, është dita e lajmeve shumë të mira që i merrni në familjen tuaj dhe që kanë të bëjnë me familjen tuaj, ose me punën tuaj, ose juve nëse jeni vetëm që kërkoni një person të vinë jetën tuaj duket se e gjeni atë, ose në qoftë se vendosni të eci përpara me një marrëdhënie tuaj ta bëni më serioze ja ku e keni, do të thënë është dita e lumturisë, e arritjes, e shëndetit të plot, jam falenderues për ato çka kam, e bollëkut, e prosperitetit, e çfarëdo gjë që po fillon të ndriçojë në jetën tuaj. Nuk është vetëm kjo ditë, është çfarëdo gjë që nis brenda kësaj dite dhe që do avancoj shumë dhe në kohë, do të thënë do pasoj dhe për vite me radhë, jo thjesht një ditë. Kjo është e premtja, po.
Pastaj për këtë ditës së shtunë, miq të vërtet të cilët ju mbështesin për të arritur atje ku duhet, por edhe nëse keni pas një farë përplasjeje, një farë keq kuptimi, një farë si ta themi tani, ndarje edhe nëse do me dikë, duket se ky person vjen i penduar dhe ju kërkon falje, faleni. Koke falur nuk pritet. Nëse jeni ju ata të cilët kanë nevojë për faljen e dikujt, do ju fali dhe ky dhe çdo gjë në rregull. Pastaj përket ditës së diel, pastaj favorizojnë njëjët e reja, as i bëhet fjalë, por edhe nëse juve femrat njerë po, më thonë duket se vinë persona të rinë në jetën tuaj dhe premtojnë shumë për sa i përket ardhmes, nuk do thoni jo. Për sa i përket juve meshkujve, vetë keni mundësinë të lëvizni dhe nëse keni ndërmend dikë, ti bëni një farë propozimi, bëjeni, sepse ishte koha më në fund dhe shumë jeni vonuar, do ju them. Por që favorizojnë si meshkuj dhe femra ditën e diel për çështje zemre, për të çuar gjërat atje ku duhet. Përshëndetje, përshëndetje nga Forës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Do më bëni pak kujdes këtë javë. Afrodita është në shenjën tuaj, mirë po mos harrojmë që Plutoni është në shenjën, Plutoni themë. Neptuni është në shenjën e Dashit, Saturni është gjithashtu në shenjën e Dashit. Përsa i përket dashurisë, financave, gjërat janë çik jo dhe aq shumë të favorshme. Lajmet që marrim nuk janë dhe aq mirë sa që duhet të jenë. Kështu që do i thosha të bëni kujdes përsa i përket kësaj jave. As nuk duhet ju tremb, as nuk duhet të ndjeni keq, do të them vetëm kujdes. Okej, merrni gjërat me kujdes. Që as ju mos manipuloni të tjerë, as ju mos të thoni fjalë që nuk do i mbani dot, përgjithësisht do i mbani dot, dhe që mos të rëmbeni nga çfarëdo gjë ju thuhet dhe ju do ta besoni me se s'bën. Kujdes me financat pra dhe me dashurinë, ecën një trajtësisht. Tani, përsa i përket rezervimit tuaj të takimeve tuaj ka fjalën në privat, më shkruaj në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së nesër me ditës së hënë, çapo i thosha, kujdes mashtrime, gënjeshtra, manipulime, dhe sidomos në ambientin e punës, shoqëror, familjar, edhe personal. Këtu kemi të bëjmë me tradhtë tipik së pari, këtu kemi të bëjmë me kurthe, kemi të bëjmë me intriga, kemi të bëjmë me persona që njohin shumë mirë dhe uadin tempin dhe mezi po presin që të bëni gabimin e radhës. Nëse ju do të tregoni vërtet të zgjuar, atëherë mundoni ta nuhasni këtë gjë, nuk ju mungon juve intuita. Këta persona njihni shumë mirë, nuk është e pa që ua bëjnë gjëra të tilla, mundoni t'u merrni në kthes, pse jo. Por që dita e tillë e nesërme sjell situata të tilla. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë favorizon flirtin, daljen, të kujtuar dhe njerëz se njerëz jeni dhe ju dhe meritoni të jeni të lumtur, të kënaqur, ta shihoni jetën, të jeni pak të shkujdesur, por pak ama, sepse po të jetë shumë bëni dhe gabime pastaj. Kështu që nuk ka asgjë të keq që ti jesh pak i shkujdesur ditën e martë, ti marrësh çik gjërat me Terezi, por do kujdes të mos e teprosh. Do mos ose do të merrni vendime të rëndësishme ose do të mbani një qëndrim të prerë në kundrejt disa personave dhe situatave. Tani, fati ju do dhe do ju ndihmoj sido që të jetë të mos pësoni keq dhe të mos pësoni dëme të mëdha. Por si kundër po thosha, favorizohet shumë flirti, favorizohet shumë ti marrësh gjërat lehtë, dhe favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me fëmijët. Çfarëdo gjë ka të bëjë me fëmijët, siç është edhe keni pas juve probleme apo nuk e di, gjëra për të zgjidhur, duket se favorizohet goxha ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita, do me thënë, dita e martë, dita e mërkur, po të përqendrojmë tek marrëdhëniet e reja që ju keni nisur ose personat e rinj që vinë tani jetën tuaj, do i thosha bëni kujdes sepse e para një nuk janë lidhje të cilat mund të qëndrojnë. Janë të reja, janë të thuash rigjeneruese, po sigurisht ju rëmbejnë, po edhe ju bëjnë që të gaboni, sidomos në qoftë se këto marrëdhënie që krijojnë kanë një farë diferencë moshe të caktuar, dhe aty pastaj do kujdes. Kujdes gjithashtu, ju thash për çështje prindërimi me fëmijët tuaj, nëse fëmijët tuaj keni adoleshent, flisni sa të doni ju, s'do dëgjojnë gjë ata. Kështu që bëni kujdes t'i mbani afër, si kështu dhe ashtu. Dhe në qoftë se keni persona të moshuar në familjen tuaj ose afërisht që ka nevojë për mbështetjen tuaj dhe për kujdesjen tuaj, mbështetini. Kujdes vetëm me financat. Nuk japim hua dhe as nuk marrim hua sepse nuk i dihet kur, dhe mos u tregoni më të mirë nga ç'duhet, ju e thash dhe për ditën e martë, po a them dhe për ditën e mërkur, se ka persona që do duan të përfitojnë nga mirësia juaj. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte duhet të merr një
vendim shumë të rëndësishëm për sa i përket jetës tuaj në total. Nuk e di se ku ju gjen secilin prej jush ky lloj vendimi që duhet të merrni, mund të jetë në lidhje me karrierën tuaj, mund të jetë në lidhje me martesën tuaj, mund të jetë në lidhje me çfarë të thuash, vendqëndrimin, ku do qëndroni, ku do përqëndroheni. Ky shtet, një shtet tjetër, kjo banesë, një banesë tjetër. Do të thënë, janë vendime jete këto që i merrni tani dhe që përcaktojnë të ardhmen tuaj prej këtej tutje. Mos u nxitoni, mendoni dhe veproni sipas intuitës tuaj, më mirë ka për të shkuar jo më keq. Madje këto janë vendime që duhet të kishin marrë prej shumë kohësh, madje jeni vonuar. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita për disa prej jush, është dita që ju bëjt një propozim. Një propozim ose pune, ose bashkëpunimi, ose një propozim fejese, martese, bashkjetese. Sido që të jetë çfarëdo lloj gjëje lind në formën e bashkëpunimit, ose të një kontratës, të një marrëveshjeje, personale ose profesionale, do të zgjasë në kohë dhe ka për të sjellë shumë, ka për të ecur shumë mirë, ta kuptoni ju. Kjo është dita e premte tam. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ndihmon të stabilizoheni, por pasi keni kuptuar se që të arrihet kjo gjë, duhet pikë së pari të hiqni qafë atë që nuk të duhet më. Pra, nuk jeni mirë në një vend pune, ka mbaruar afati, nuk do të vazhdoni më, ikni. Jeni i marrëdhënie që nuk po ofron asnjë gjë, mos keni frikë, vazhdoni përpara, ikni. Do me thënë, arrihet diçka më e mirë, pasi, dhe mund ta keni arritur, dhe mund të jeni duke arritur këtë gjë, të jetë fakt ditën e shtunë, pasi të keni ama hequr qafë atë që nuk të duhet më dhe pas të keni kuptuar që nëse do vazhdoni të jetonit, punonit, shpresonit ato kurse që ishte, asgjë nuk do të ishte realizuar. Kjo përsa i përket ditës së shtunë. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel kujdes ato tradhtit, ju lutem shumë, sepse nëse ka një gjë dita e diel, për të thënë është tradhti. O e kryeni ju dhe është shumë gabim, o e kryeni të tjerë kundrejt jush dhe merrni vesh dhe shpëtoni. Por që sido që të jetë nis java kështu dhe mesa duket shumë mbyllet, ju lutem shumë bëni shumë kujdes me çështje të tilla. Kjo është letër manipulimi, tradhtie, gënjeshtre, mashtrimi maksimale që të vret në shpirt dhe nga persona që nuk e prisnit. Kështu që ju lutem shumë me shumë kujdes, mbroni veten, interesin tuaj dhe çfarëdo gjë keni të shenjtë. Përshëndetje shenjë Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Që për ju të ditësh të parë jeni çik në kështu ura të çuditshme, ëh. Do të thoni ca karriera, ca çështje personale, ça nuk e di se ku jam realisht, do të thënë duket sikur jeni çik çorbë, dhe duket sikur po shkundeni pak nga themelet edhe ju. Unë do thosha vetëm kaq, mundoni këtë javë të evitoni acarimin, nervozizmin, nuk ju leverdis të ngrini zërin apo të përplaseni me individ që qëndrojnë më lart se ju, se janë persona shteti, apo janë e prori juaj, apo janë autoritetet e shtetit, apo është bashkëshorti juaj, apo prindi juaj, me kujdes, sepse mund të ndodhin krisje brenda kësaj jave, të cilat nuk i rikuperoni dot në kohë dhe do të jenë katalizatore, do me thënë deri vonë në kohë. Kështu që mos krijoni situata, mundoni të ruani qetësinë derisa të kalojnë fazat e vështira. Tani, përsa i përket parashikimeve personale, më shkruaj numrin WhatsApp 069 640 2290. Për gjithëve të tjerë, do më thoni punë të tjerët, do thosha për djetëçën e dytë që Saturni nga shenja e dashit, që të them tani, duket se ju tregon gabime që keni bërë në rrethin tuaj shoqëror, persona që keni zgjedhur të keni miq tuaj apo shok tuaj që s'janë ashtu siç duket, për një ndër që është personi që do ditë realitet, ju ur me këmbë në tokë dhe ju tregon cilat janë mundësitë që realitet gjë të realizohet, por ju të dhjetësh të tretë nuk mund të them se ka problematika të caktuara, çfarë mund të ishte, duket sikur po e merrni veten avash avash. Sido që të jetë ja ku jemi, vazhdojmë me javën dhe me ditën e hënë, ku, sikurse po thosha, akoma nuk është arritur suksesi. Akoma duhet të përpiqeni fort dhe e vërteta është se pavarësisht përpjekjeve tuaja, duket sikur dhe tersi nuk ju lë rehat, sepse aty ku ju shkoni bëni një hap, 10 hapa ktheheni pas. Dhe ajo çka kuptoni në fund të ditës së hënë është se po ta dini se do kishte kaq shumë vështirësi kjo gjë me cilin ishit angazhuar, ditën e hënë do të jetë një punë, një çështje që do ta zgjidhni, një afat që do ta
respektoni një person që do t'ja mbushni mendjen për diçka, nëse do ta dini se do ishte kaq e mundimshme, e lodhshme, nuk do ishit futur fare kësaj pune. Sido që të jetë, rezultat do të keni. Thjesht, krahasuar me mundimin dhe lodhjen për të arritur atë rezultat, do të preferonit të mos e kishit nisur fare. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë sjell fitime shumë të mëdha për gjithëve që jeni në tregti, në turizëm, në transport, fitime me të vërtetë të mëdha. Mbase ndoshta edhe për ju që nuk e pristit ose ishit pak skeptik në lidhje me investimet që keni bërë ose pritshmëritë që kishit nga punë që u lidhin me në sektor të tillë, por që prap jeni në fitime të mëdha. Pra këtu me sa duket po nis një periudhë fitimesh të mëdha për ju, se po hapet puna, po hapen rrugët, për këdo që prapë po e përsëris, ka lidhje me biznesin, po që biznesi bazohet në tregti, turizëm, çfarë është tjetra? Pra tregti, turizëm, transport, sikur se po e thosha, dhe transaksione në vijë të përgjithshme, jap, marr, jap, dhe klientel. Këtu jeni shumë të favorizuar dhe po duhet tonë edhe fakti që favorizoheni shumë për çfarë do gjë ka të bëjë me udhëtime të largëta. Pra ja dini të ikni, të shkoni diku. Sidomos nëse ky udhëtim i largët bëhet edhe për arsye pune. Dini shumë të fituar, dini dy fish të fituar, do thosha. Por sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë sjell pak kënaqësi ose paqartësi në mendime, në ide, në orientim. Do ju këshilloja për sa i përket ditës së mërkurë, duke qenë se nuk do jeni ta shikoni mundësinë ashtu siç duhet, realitetin për atë çka është. Do të jeni sikurse tash të turbut në mendime, të mos merrni vendime të rëndësishme dhe sidomos të formës së prerë. Dhe qoftë po do dalë në një pak kënaqësi gjatë kësaj dite që do dali, do të jetë e përkohshme, ashtu sikurse vjen ashtu edhe ikën, mirë po ju mbetet ajo shija e keqe. Mos u pezmatoni, mos e lejoni këtë gjë t'ju ndikojë psikologjikisht dhe të sjellë dhe problematika të tjera pastaj nga pas. O Zot, po dëgjoj bubullima dhe ashtu dhe ja. Edhe unë e kam thënë që maj kështu ka për të qenë. Megjithatë, çik vështirësi ditën e mërkurë, me kujdes ju lutem shumë. Nuk do zgjasin shumë gjatë, por sido që të jetë, ju rrëzojmë psikologjikisht dhe përpasoj të kësaj ke përshkruar mbetet një ndjesi e keqe dhe të merr pastaj si vrull kjo gjë dhe fillon dhe bën gabime dhe bie në pesimizëm. Mundoni ti mos i merrni shumë seriozisht këto gjëra. Lërini thjesht të ndodhi të shkojnë aty. Mos u angazhoni shumë me to. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e çkytjes, të problemeve, të gojave. Do të thotë çfarë do gjë do ta merrni vesh, sepse dikush i hap gojën më në fund dhe thotë atë çka ka për të thënë, pavarësisht se lëndon, vret ka për qenë e vërteta. Por çfarë do gjë ka qenë e kyçur, e bllokuar, e penguar, ku diun se çfarë, jepet zgjidhja. Sido që të jetë është një moment ku arrin të shikoni realitetin për atë çka është dhe jo për atë çka mendonit ju se ishte, përmes një të vërtetë që ju thuhet, përmes një sekreti që merret vesh, përmes një ndoshta edhe skandali që plas, por që juve ju hap syt sido që të jetë, kështu që është një ditë që mbyllni vërtet një derë mbrapa jush, por që hapen 10 dyert të tjera përpara. Kështu që mos keni frikë nga ndryshimet, çfarëdo gjë do të vijë, do të ndryshoj, le të ndryshoj. Ua thash, çfarëdo gjë do të merret vesh, çfarëdo gjë do ta dini, çfarëdo gjë nuk e kishit parë ose nuk e kishit qartë deri tani, qartësohet dhe thash, aty ku mbyllet një derë, hapen 10 dyert të tjera. Më në fund do të jeni do të dini se si janë gjërat. Nuk do të jeni më në sa thua errësirë të plot, siç keni qenë deri tani. Për sa i përket, pra do arrini të kemë shkurtemi tani jam në i vetëdijshëm për këtë gjë që ka ndodhur. Tani e di, jam në dieni. Pra do të jeni në dieni për gjithçka ka ndodhur dhe ju nuk e dini se po vepronte apo funksiononte në një mënyrë të caktuar. Në martë bukur e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e suksesit. Ditën e premte sigur do të themi suksese për çështje ligjore, gjyqësore, administrative, për çështje dokumentacioni të rëndësishëm, pra në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me dokumenta të rëndësishme që po i prisni, në lidhje me një çështje
dënimi që ju del për mirë në lidhje me një fëmijë që vjen në jetën tuaj, një banesë që e blini, një shpërngulje të bukur që e bëni, një arritje personale, fejes, martesë, bashkëtesë, për çfarë do gjë që duhet ju vi dikush për urim, duket se ja dilni. Dhe lart e më lart inshallah do Zoti. Ne marrëm kurrente. Dhe për gjithve që ndoshta jeni duke lançuar një projekt ditën e çfarë dite ishte më, ne marrëm kurrente e premte, ditën e premte, duket se del me shumë sukses. Të gjithë domethënë do thonë bravo, e me radhë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e mbyllet diçka përfundimisht. E idni prapa krave, është loti i fundit që do të derni dhe prej ande e tutjes do dini më fare. Aty e mbylli domethënë këtë kapitull. Mbaron këtu për ju dhe duke qenë se shoqëruar me një dhimbje shumë të madhe, me një zhgënjim shumë të madh, duket sikur dhe vetë çliroheni. Pra, e ke marrë atë pritjen e madhe, dalë se mos ndryshon, dalë se mos kthen situata kam fjalën. Po dhe personin nëse i bëhet fjalë për person. Por kjo gjë nuk ndodh dhe ti më në fund e pranon, mblet te pelekun e kokës dhe ecën përpara dhe ç'bllokohesh dhe vet, ndihesh dhe vet mirë. Përsa i përket kësaj gjëje, por që është momenti i fundit që derni lotin e fundit. Pas këndeje tutje çdo gjë ecën në favorin tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, është përforcimi ditës së shtunë, ku çdo gjë ka mbaruar, ka marrë formën e prerë, nuk mund të përjashtoj mundësinë që një person të largohet nga jeta juaj, një person i familjes tuaj që ka kohë që vuan, ka pas probleme me shëndetin, ka qenë hospitalizuar, ka qenë me ndihmë dhe për kujdesin mjekësore të mbaroj këto 2 ditë, për shembull. Gjithashtu tregon për persona që nëse ju kanë lënduar shumë, vendosni që t'i largoni nga jeta juaj, pra ndaheni përfundimisht. Çfarë të them tjetër këtu? Pak ka të bëjë me ndarje, ka të bëjë me dënime, burgu, që do të thënë merr vendimin përfundimtar dhe nëse ke gabuar shumë, i ke hëngre, por ka të bëjë edhe me persona që lirohen, dalin me kusht. Këto janë ultimatume, ndarje, vendimi vendimtar, çështje që u lidhin me shtetin që mbyllen këtu përfundimisht dhe mbarojnë këtu. To shohim se s'do i dalë secilit prej jush pra. Përshëndetje një Virgjëreshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë që edhe kështu dhe ashtu. Edhe mirë, edhe diku vështirë. Por juve të vjetësh të parë ende jeni në çështje me natyrë ligjore, gjyqësore që duhet të t'i zgjidhni. Ndryshe po i prisni, ndryshe po ju vjen, por në fund zgjidhen, kjo është gjë e rëndësishme. Për çështje studimore duhet të punoni dhe të luftoni më shumë për të arritur rezultatin që kërkoni ju. Për çështye pune gjithashtu vlen e njëjta gjë, por duket sikur psikologjikisht dhe intelektualisht kjo javë vepron tek ju. Ju ndryshon mendimin, gjërat se si keni parë deri tani. Juve të vjetësh të dytë jeni në ndikimin e Saturnit nga shenja e Dashit, me thënë të drejtën. Dhe këtu çfarë të them tani këtu? Prap këndvështrime që ndryshojnë, gabime që duket se ku janë bërë që të evitohen, mos të vazhdojnë më tutje. Juve të vjetësh të fundit pastaj, them se jeni duke prekur goxha sukses. Avash. Nëse sido që të jetë që mos të zgjatem shumë, ju uroj një javë të mbar. Për parashikime personale më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita e qafë atë që s'më duhet më përfundimisht, se është një ide, se është një ngecje, se është një pritje, se është një fiksim, një çfarëdo gjë qoftë që nuk ju shërben më fare, nuk ju hyn në punë, e ishte qafe. Por disa do të thotë pastroj dollapin. Për disa do të thotë pastroj shtëpinë, krijoj hapësirë në marrëdhëniet tuaja, në banesën tuaj, në mendjen tuaj, në kudo që nuk ju duhen gjëra të caktuara, duket se krijoni hapësirë që të vijë diçka e re ose të krijohet diçka e re në përgjithësi. Dhe në qoftë se keni pas probleme me shëndetin, dita e hënë jep mundësinë që ndoshta përmes një ndërhyrje kirurgjikale, përmes një ndërhyrje në përgjithësi, ta arrini ta zgjidhni këtë çështje një herë për gjithmonë. Tani, përsa i përket ditës së martë, dita e martë favorizon shumë njohjet e reja. Do të thonë, për juve që e flini mendjen ditën e hënë se ikse më lodhi mua pritja me këtë, u të presu të ndryshoj ky iko, fare lërë se dua. Krijohet mundësia për diçka të re ditën e martë, direkt të nesërme. Do të thonë juve mua ta shohim, sepse kot nuk dalin to kështu. Nëse sido që tjetë, do të thonë dita e martë favorizon njohjet e reja, që premtojnë çënd si ka, ju ndryshojnë jetën dhe ju japin një mundësi për të ecur përpara, dhe gjithashtu dhe mundësi për bashkëpunime të reja.
Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është një ditë që tregon se suksesi është 100% i arritshëm. I çfarëdo gjë që do të jeni duke diskutuar, biseduar, menduar ditën e mërkur, thjesht do kërkoj një kohë realizimi nga 2 javë e gjysmë për disa, deri në 2 muaj e gjysmë për disa të tjerë, varet nga objektivi që secili prej jush do të arrijë. Ama ajo çka është e rëndësishme është që rezultati është 100% i arritshëm. Është vetëm çështje kohe, domethënë. Përsa i përket ditës së ejte, dita e ejte është dita që këtu diçka mbaron përfundimisht, e ndani mendjen, ndajni nga një person përfundimisht, mbaron një marrëdhënie pune ndoshta përfundimisht, krisë domethënë marrëdhënie pune, e kaluara juaj nuk është më pjesë e jetës tuaj prej këtej tutje, pra është si të thuash vdesi të rilind. Një pjesë e juaj do të mbaroj këtu rrugëtimin që të mund të lindi aspekti juaj i ri. Domethënë për disa është edhe çështje personale ose psikologjike, ku tash mbaroni e mbyllni këtu me motive të vjetra, mendime, edhe çfarëdo gjë e keni bërë, si e keni bërë deri tani, për të vazhduar ndryshe prej këtij tutje. Dhe për disa sigurisht ndoshta tregon se një person i juaj i afër, i largët, por me rëndësi sido që të jetë, duke se largohet nga jeta pas një vuajtje goxha të madhe. Përsa i përket përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e përballjes me individ të cilët nuk e di pse i gënjen pak mendje se mund të jenë më lart se ju, ose din më shumë se ju, ose duhet me se zbën të ju orientojnë sepse ju nuk kuptoni mjaftueshëm. Tanë nëse këta janë prindrit tuaj, një farë eksperiencë kanë, nuk do të thotë që gjithmonë kanë të drejtë, por mirë do ishte ti dëgjonit. Nëse kjo gjë ka të bëjë me fëmijët tuaj, mundoni t'i orientoni jo duke u dashur të dukeni prepotent në atë që dini. Mundohuni të qëndroni afër tyre, mentorët e tyre të palodhur, ata të cilët e din sepse kanë kaluar vetë, por pa u ushtruar trysni, do të shisni mend me pak fjalë. Dhe në përgjithësi, nëse keni nevojë për një këshill të një personi që ka eksperiencë për të këshilluar për çështje karriere, pune, financash, ditën e premte nuk ka për t'ju munguar, do e keni mbështetjen fal eksperiencës së këtij individi, por në qoftë se po flasim për persona narcist, që u duket sikur çoçjan, sepse kanë më shumë eksperiencë, atëherë mundoni tu qëndroni larg. Pra ka 2 anë moneda, në martën kurrente premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që merr një lajm që nuk do ju pëlqej, ju trazon paksa, ka të bëjë me çështje personale, profesionale, një diçka që e pristi ndryshe dhe ndryshe ju vjen, nuk do zgjasë gjatë. Megjithatë, mundoni që të mos e lejoni t'ju prishi Terezin. Nuk do zgjasë gjatë, por që do ju trazoj. Kështu që lajmet nuk janë, ose do thosha që ditën e Zoti i Madh po harroj ditët një e hënë e martën kurrente e premte shtunë. Lajmet që merr ditën e shtunë nuk janë fort të kënaqshme, ose ju nxjerrin nga Terezia juaj, por përkohësisht. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel vazhdon shqetësimi, domethënë shumë të shqetësuar ju shikoj. Dhe thash, shumë të shqetësuar ju shikoj gjatë kësaj jave. Këtu më tepër për çështje janë 3 çështje këtu, familjare, prindërimin, nëse fëmijët i keni adoleshent, familjare në lidhje me individ që janë të moshuar dhe duhet të kujdeseni për ta, ose për prindrit tuaj, nëse keni vështirësi të caktuar, në lidhje me veten tuaj dhe shëndetin tuaj, nëse keni probleme me shëndetin tuaj, ose në lidhje me të ardhmen tuaj, ekonomiko-financiare ose profesionale, dhe në qoftë se jeni në një marrëdhënie me një person, por që ka diferencë moshe midis jush dhe nuk ka rrihet kjo gjë, domethënë të shkojë gjikundi. Por që me qetësi them se zgjidhja ka për të gjendur dhe këto situata janë të përkohshme. Përshëndetje, shenjë peshore, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, që juve të dieni që të parë kujdes me lojrat që Neptuni bën nga shenja e Dashit, ju bën të nxitoni sidomos përsa i përket marrëdhënieve tuaja në çift, ose të nxitoni të merrni vendime të rëndësishme për të cilat mund të bëni pishmën më vonë, ose të vini në rrezik gjithë sigurinë që keni për diçka të përkohshme që po shfaqet tani në lidhje me marrëdhëniet tuaja, kam fjalën. Mos u nxitoni të nënshkruani kontrata dhe marrëveshje të rëndësishme kësaj jave, mos se thuash u nxitoni të nxjini konkluzione që
nuk do jenë ato që duhet, kujdes krisje të marrëdhënieve tuaja, jo të 10 ditësh të dytë, dhe në përgjithësi është një javë kjo që duhet të bëni me të vërtet shumë kujdes. Pse? Sepse ashtu janë gjërat. Ashtu janë gjërat edhe nëse do të nxitonit, edhe do ta pëllsonit, do thosha unë, dhe kjo vlen edhe për karrierën tuaj, dhe për statusin tuaj, dhe për imazhin tuaj publik, edhe për sa i përket martesës tuaj. Kujdes, domethënë, kujdes në total dhe në përgjithësi, mos u nxitoni, me një gjë të shtruar dhe me ngadalë. Për sa i përket parashikimeve personale, më shkruani numrin në WhatsApp 069 640 2290, ndërkohë duhet të them, ata që do të bëjnë më tepër kujdes, jeni këtu 10 ditë të parë, 10 ditë të dytë, 10 ditë të tretë, jeni çik më ndryshe, më mirë do thosha. Nuk ka ndikime për ju. Përsa i përket ditës së hënë, pra dita e hënë është dita e suksesit personal, profesional dhe me çfarë do të gjë ka të bëjë me ekonomi, financa dhe me stabilitet në lidhje me këto të dyja. Kështu që fal një ofertë, një propozimi, një ide që keni ju vetë, një investim që do i bëni tani, fal një njohje që keni me një person, fal një propozimi që ju vjen në përsa i përket aspektit personal, për ajtë eci më tutja, ajtë të fejuemi, martojemi, do shta bashketojmë, për lajme që i merë në lidhje me prindërimi, do bëni prindër, juve femrat, do bëni nëna, po ju eci shumë mirë punë tuaja, ju del me fitime. Dita e hënë është ditë fitimesh, o zoti masa u trëmba. Edhe thuaj ti pastaj që e kishte dhënë ajo, por shik kaq keq. Nëse çështja është domethënë që më falni, po u tremba vërtet. Ishte papritur. Pra për çështje financash, për çështje prindërimi, për çështje personale, duket se këtu dhe ekonomiko-financiare, biznesi me radhë, dita e hënë ju favorizon jashtë mase shumë juve në do thosha isha do të jetë të përgjithësi kjo gjë. Uroj. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë sjell lajme të rëndësishme që çelin rrugët për të vazhduar më tej, pra dhe më shumë sukses, ose një dritë jeshile që çelet më në fund, një okay që ju jep edhe që ju lejon të ecni përpara, një lajm shumë i rëndësishëm që mezi po e prisnit dhe që ju hap rrugët, ose mund të jetë një rikthim. Një rikthim që edhe këtë mezi po e prisnit. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që ju thotë vazhdoni punën siç e keni nisur. Mos u shpërqendroni. Juve shikoni punën tuaj, të tjerë të bëjnë çfarë të duan, edhe nëse ju se thuash ju godasin, ju trysnojnë, nuk duan që ju të keni sukses, ju sukses do të keni, por vazhdoni punën e palotur siç e keni nisur, pra çdo gjë ka për të shkuar shumë mirë, suksesi ka për qenë i garantuar, por që ju vazhdojeni punën siç e keni nisur, pra ju pret një sukses shumë i madh në lidhje me punën tuaj, ose do të kënaqeni nga rezultati i punës tuaj ditën e mërkurë. Dhe kjo vlen sigurisht dhe për çfarë do gjëje në të cilën ju e keni hedhur angazhimin tuaj, vëmendjen tuaj, po kujdeseni për atë gjë, mund të jetë një marrëdhënie, për të cilën juve po mundojnë ta çoni përpara, po e kuroni, po e zhvilloni, sukses do të keni dhe atje. Po që më tepër është letër që lidhet me suksesin në punë dhe në çfarë do gjë ka të bëjë me karrierën. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që do të bëni shumë kujdes juve femrat me femrat të tjera, do të thotë tu kemi një rivalitet midis femrash, se janë e proret tuaja, se janë punata, se është vjera, se është femra tjetër që ka hyrë, po mundohet të hyrë marrëdhënien tuaj në çift, apo se jeni ju që dashje pa dashje jeni bërë personi i tretë në një marrëdhënie tjetër, bëni kujdes sepse këto gjëra nuk janë gjëra të mira dhe sigurisht ju fusin në telashe. Pra mbroni marrëdhënien tuaj juve që e keni, kujdes nga personat të tretë që mund të duan të fusin hundët, mos u bëni juve personi i tretë në një marrëdhënie sepse pse ta bësh këtë gjë, dhe në total bëni kujdes me financa dhe me lojra pushteti, po që midis femrave. Juve meshkujt mundoni që secilën femër që keni jetën tuaj ta mbani në atë pozicion që i takon. Dhe në atë rol që i takon dhe mos i gatroni rolet e tyre. E hënë e matëm kur e inte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte favorizon flirtin, njohjet e reja, bashkëpunimet e reja, po që tani sa po nisin dhe është e vështirë ti gjestor se si do shkoj deri në fund. Unë them thjesht jepuni një mundësi, por me kujdes gjithsesi. Kur e inte premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e bisedave shumë të rëndësishme me persona shumë të rëndësishëm për çështje biznesi pikë së pari ose financimi. Kështu që nëse ju duhet një person të financojë në punën tuaj, të besojë në atë çka ju ofroni, në qoftë se jeni në
duke menduar të merrni një farë kredi apo të keni mbështetjen në një banke apo gjëra të tilla, duket se të gjitha këto favorizojnë ditën e shtunë, por më tepër në formën e bisedave. Konkretisht pastaj, nëse dikush ofrohet t'ju mbështesi, atëherë pse jo, po që keni këtë mundësi ditën e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, martohemi. Juve disa martohen, sigurisht, u gjen dita e diel të martuar, disa të tjerë gjen në bashkëpunim, lidhje bashkëpunime shumë të rëndësishme që sikurse tash nisin që ditën e shtunë, por që sido që të jetë çfarëdo gjë e qoftë, është shumë e begat dhe shumë lumturi të madhe ka për t'ju dhënë prej këtij tutje. Përshëndetje, shenja Akrepi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Juve të ditë që të parë, ju lutem me kujdes këtë javë. Marsi nga shenja e Demit me Plutonin nga shenja e Ujorit, sido që të jetë krijojë situata dhe në çështje familjare dhe në çështje personale, bashkëtesash, kontratash të rëndësishme, marrëveshjes të rëndësishme, bashkëpunimesh të rëndësishme, kontratash me natyrë të rëndësishme, notariale, me firma vula të rëndësishme dhe këto, dhe sikurse tash çështje familjare, kujdes në të gjitha këto me radhë se si ngatrojnë. Ju të dieni të dytë, aty edhe ju, duke u munduar të merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen tuaj, por që dhe ju ecën dhe s'ju ecën, edhe vetë mirë dhe s'vetë mirë, domos për çështje pune, bëni kujdes në këto gjëra, derisa të arrijeni një farë konkluzioni. Por që është çik e çuditshme kjo javë, mos u nxitoni të merrni vendime dhe të veproni, okay? Me kujdes. Atëherë, përsa i përket, ju të dieni që të fund pastaj s'kam çfarë të them, sido që të jetë për çështje të tilla dhe ku e gjeni që keni vështirësinë, që ta qartësoni dhe më mirë, më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj në privat. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju lodh. Është një përditshmëri e lodhshme, është një rutinë që përsëritet gjatë gjithë kohës, është një gjë që nuk doni, është një jetë që nuk doni ta keni, më një realitet që nuk doni ta keni më, po vetë e keni në dorë. Duhet të kuptoni që dhe vetë po e vazhdoni. Kështu që o vazhdojeni po pa u bërë gërnjar, si themi, gërnjar, do me thënë pa u ankuar, ose thjesht jepini një fund dhe mbylleni aty. Do të thënë vetë e keni në dorë. Përsa i përket ditës së martë, favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me favore. Nëse kërkoni dikujt një favor, e sigurisht do ju mbështesi dhe do të ndjeni sidomos me femra të vlerësuara, por mos ju gënjej mendja, vjen me një kosto që duhet paguar. Tani, përsa i përket një lidhje ose një marrëdhënie në çift, do ju thosha bëni kujdes, personi me cilin juve jeni nuk është vetëm me ju, mund të jetë me dikë tjetër, ose është i martuar, ose është në një marrëdhënie serioze, ose thjesht nuk ju shikon juve seriozisht. Mund t'ju mbështesi ekonomiko-financiarisht ose t'u plotësoj tekat, por vetëm kaq. Dhe ju që jeni meshkuj, mos u gënjeni nga femra të tilla, të cilat u bëj shumë të qartë që në fillim që shiko djali dashur, unë jam për të më mbajtur mirë. Por gjëra të tjera mos prit nga unë. Në rregull, kështu që të dyja palët ju qartësova, kështu janë gjërat ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë thurni plane dhe ide dhe planifikoni të ardhmen në vija të përgjithshme, është një ardhmë e largët që synon verën dhe në qoftë se këto planifikimet tuaja, idet që keni, iniciativat që po ndërmerrni, bazohen mbi themele të forta ose janë konkrete, atëherë duket se edhe rezultati ka përqen konkret dhe shumë fitim prurës për ju, por nëse janë thjesht ëndra pa bazë, është thjesht dua unë ta bëj, atëherë asgjë nuk bëhet, thjesht ëndër do mbetet. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju thotë bëni kujdes, mbroni xhepin, zemrën, interesat tuaja në total. Ka njerëz që po mundohen t'ju zhvasin dhe në dijenin tuaj dhe në pa dijenin tuaj, pjesa më e madhe për ju që kuptoni këtë gjë, por e anashkaloni. Çudi, juve të shenjës së Akrepit ta lejoni këtë gjë, më bën çudi të madhe. Sido që të jetë, po, mbroni interesat tuaja sepse jeni në rrezik të madh ditën e enjte dhe sidomos përsa i përket ekonomisë dhe financave. Dikush do mundohet t'u ahedi, t'ju gënjej, t'ju mashtroj, t'ju vjedhi me pak fjalë. Kështu që kujdes ditën e enjte me gjëra të tilla. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte, çfarë ju them tani? Për çdo që ka abuzuar me fatin e vet, për çdo që ka manipuluar me shumë të mëdha parash, për çdo që ka shfrytëzuar për keq postin një post të caktuar që është dhënë, do të gjetet prapa kangjëllave, sigurisht. Pra, burgu, i thoni burgut hapu ditën e premte, por shumë arsye që vetëm ju i dini. Për të gjithëve pastaj që në aspektin psikologjik
ndjeni të tillë, duhet të kuptoni se vetë keni sjell veten në këtë lloj gjendje dhe vetë mund ta nxjini përsëri prej saj, por që ta bëni të gjithë do të kuptoni se pikërisht që po them që e keni ju në dorë, se ju për momentin nuk arrin do ta kuptoni ka gjë. Kur e të premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë që merri lajme shumë të rëndësishme në lidhje me një çështje pune një herë. Disave mund të komunikojë që e çka mora vesh unë do ngrihesh detyrë ose ju kontakton e prori juaj dhe thotë bu gati të javën që vjen, puna është e jotja, posti është i yti, pozicioni është i yti, emërohesh për më lart. Një kjo, dy për çështje që lidhen me shtetin, ligjin, autoritetin e shtetit, zyrave të rëndësishme shtetërore dhe çfarëdo lloj gjëje u lidhte me to, duket se zgjidhen fal një ndërhyrje të një personi shumë të rëndësishëm. Dhe përsa i përket ditës së diel, do i thosha mos u shqetësoni, nëse një pronë juaja nuk po shitet, nëse një punë juaja nuk po ecën, është e përkohshme. Mos u them që çfarëdo lloj bllokese që është shihni si bllokesë, në fakt synon për diçka më të mirë. Se nëse do ta jepni tani me qira, do fitoni shumë fare pak, por në qoftë se e lini për pak më vonë, ju del shumë më mirë. Pra, çdo gjë që duket humbje, në fakt më vonë ju del në fitim. Mjafton të dini të prisni momentin tuaj, sepse do të jetë pikërisht kjo pritja ajo e cila do t'ju shpërblej në fund. Përshëndetje shqiptari dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë do thosha shumë e rëndësishme përsa i përket ngjarjeve që ajo sjell me vete. Ju të ditë çdo dytë bëni kujdes me çështje që kanë të bëjnë me bët kuptimin tuaj, mendjesin tuaj, çështje ligjore, gjyqësore, çështje pune, çështje udhëtimesh, çështje dashurish me diferencë moshe, çështje personash të moshuar me cilët duhet të bëni kujdes, t'i mbani afër, çështje personale tuajat. Në total është një javë çike trazuar kjo, bëni kujdes. Avash do të jemi në ndikimin e hënës së plot në shenjën tuaj, kështu që lutem shumë çfarëdo lloj gjë që duhet të mbaroj, do kuptoni shumë qartë që ka ardhur momenti të mbaroj, do kuptoni shumë mirë brenda kësaj jave. Sido që të jetë, uroj që çdo gjë të dali për mirë në fund. Mos harroni që për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju thot kujdes nga personat falso. Asgjë nga ato çka do ju premtohet, do ju thuhet, do ju paraqitet, nuk do të jetë ashtu sikurse është në të vërtetë. Dashuria po mund t'ju zëri syt bukuria, por që është bosh. Kështu që bëni kujdes mashtrimet, gënjeshtrat dhe kujtoni se ajo që shkëlqen ditën e hënë, vetëm flori që nuk është. Mos them është. Nuk e them. E kuptoni vetë. Përsa i përket ditës së martë, lënë e njëjta gjë, kujdes mos ta çoni veten tuaj në situata nga cilat nuk dini dot më. Pra, ja situata që krijohet dhe shumë shpejt e kuptoni se ju lën bosh, ose janë krijuar dhe më në fund jeni koshent për atë çka është krijuar, pra që u gënyet nga persona që ju taksën u premtuan shumë, por që u lanë bosh, dhe në total kjo dita e martë synon në të treguarit se jeni bosh sepse vetë keni çuar veten në këtë pikë, të qenit bosh, zgjedhje të gabuara personale, profesionale, investime të gabuara. Kujdes domos me investime, do thosha unë, sepse kushtojnë shumë dhe ju lënë në varfëri. Përsa i përket ditës së mërkur, çfarëdo lloj i udhëtimi i largët ju favorizon, se do jetë për çështje pune, personale, shpërngulje nëse doni, duket se ju dali shumë mirë dhe prej këtij tutje ju hapen në rrugë të reja, horizonte të reja dhe mundësi të reja zhvillimi. Pra udhëtime të largëta për çfarëdo lloj arsye duket se favorizojnë jashtë mase shumë, por për disa të tjerë prej jush tregon edhe momentin e nismës së një eksperiencë të re. Pra po niseni drejt një eksperiencë të re jete, përmes një kapitulli të ri jete, është udhëtimi i ri ky, që do përcaktoj gjithë të ardhmen tuaj prej këtej jetutje. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një ditë që më tepër fokusi qëndron në dashuritë platonike. Kam në mendje, po çfarë t'i them? Po çfarë t'i them ku dëgjoni, ja ju e dini, hë. Pse e vononi kaq shumë këtë gjë? Nëse vërtet e keni në mendje dikë dhe doni ta provoni, hidheni hapin. Në qoftë se pyetja lind, a më mendon, po ju mendon, po se merr dot guximin. Juve femrat keni ngecur pikërisht te kjo gjë që ky, ore ju mendon po se merr dot guximin, juve meshkuj keni ngecur tek e mendoj ju këtë, po ta het apo mos ta het hapin. Ja vlen apo s'ja vlen? Po hidhet urrë se na plasët. Një kjo dhe tjetra,
nëse keni aplikuar për një vend pune, atëherë duket se jeni duke u shërtuar, është duke u shërtuar aplikimi juaj dhe duket se së shpejt do të merrni dhe një lajm të rëndësishëm, që pse jo dhe ju favorizon. E hënë e martë e mërkur e ikte. Përse i përket ditës së premte, dita e premte është dita e ndryshimeve. Pra, duket sikur shumë udhëtime keni këtë javë, qoftë të largëta jashtë shtetit, qoftë edhe brenda shtetit. Por që dhe shumë ndryshime në total, ndryshime të tipit përkohësisht marr leje nga puna të qartësojmë të shikoj se çfarë do bëj me të ardhmen time. Do jem këtu apo do jem diku tjetër. Time out nga një marrëdhënie ku nuk po ju ecën më dhe keni nevojë për një farë ndryshimi. Në përgjithësi, ndryshime vjen re në jetën tuaj profesionale, personale, ditën e premte, ditën e premte. Dita e premte është dita e ndryshimeve. Në punë, në shtëpi, në një marrëdhënie, në kudo qoftë, po ndryshon gjëja, dhe normalisht do të kishte ndodhur që shumë kohë më përpara. Përsa i përket ditës së shtunë, do merrni pjesë në një fejes, në një martesë, në një aktivitet kulturor, shoqëror, social, artistik, nuk e di, por që sido që të jetë, keni për të kaluar shumë mirë, pikë së pari, mund të jeni duke ofenduar juve vetë, mund të jeni duke dhënë një shfaqje, ose duke prezantuar një projektin tuaj, një punën tuaj, që se jeni në art, favorizoni jashtë mase shumë, në art, në sport, në çfarëdo gjë ka të bëjë me spektaklin, në organizime të ndryshme, në prezantoj një punë të caktuar, ose merrni një lajm shumë të rëndësishëm, lidhje me dokumenta të rëndësishme që ju bëjnë pjesë të një komuniteti që keni dashur prej kohës të jeni pjesë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e pritshmërive. Rini bëni se hir. Unë do thosha nuk ka kuptim të bëni se hir, mirë do të ishte të kuptonit se nëse pritshmëritë janë të larta, ashtu do të jetë edhe angazhimi juaj, duke pritur nga qielli nuk ju vjen asnjë gjë. Uroj ta kuptoni këtë gjë dhe të ndryshoni qëndrim dhe sjellje, ose në të kundërt thjesht do mbeteni me pritshmëri të larta. Nuk mund të vi dikush në jetën tuaj sepse thjesht mendoni ju se duhet të vi. Domethënë duhet të merrni iniciativa që të arrihen objektivat, por ajo çka vjet re më tepër është se apatia ju karakterizon ditën e diel. Më tepër ta kaloni ditën e diel kështu pres, po edhe nuk pres, se sa pres, po hajse po edhe hapin për ta realizuar diçka. Përshëndetje, përshëndetje Briciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj që do të më bëni shumë kujdes këtë javë me marrëdhëniet tuaja në çift pikë së pari një herë, me bashkëtesa, me kontrata të rëndësishme, me çfarëdo lloj marrëveshje të ndryshme, me çfarëdo gjë ka të bëjë dhe me karrierën dhe me statusin tuaj dhe me çështje të tilla, domethënë bëni kujdes këtë javë, mos u nxitoni të merrni vendime, ju vetë 10 ditë të parë ka fjalën më tepër, ju të 10 ditë të dytë jeni në ndikimin e Saturnit që dhe po i tregon gabime dhe po jep mundësi për të zhvilluar, po me avash, hapa sapi, mos nxitoni, mos harroni që të jetë është në shenjën e dashit dhe ju trysnon për nxitim, avash, me qetësi. Ju vetë 10 ditë të tretë nuk po shoh të jeni në ndikim kush e di se çfarë. Ju mund të veproni, po edhe ju, domethënë në total do thosha me kujdes, mos të përjashtohet njeri. Kjo javë do kujdes. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, ju lutem shumë shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket kësaj jave pastaj dhe si nis, dita e hënë nis me gjyq. Nuk e di nëse kush është prej jush që përballet me një çështje gjyqësore ditën e hënë, për një çështje divorci, një çështje që duhet të zgjidhet në rrugë ligjore, çon si ka, duket se dita e hënë këtë gjë ka në vetvete, ose mund të jetë një përballje fort që i ngjason një përballjeje në një sallë gjyqi, por që me sa duket arrini të keni fitore ju në këtë mes. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë premton fitime dhe sukses dhe prosperitet dhe arritje dhe bollëk dhe çfarë të doni ju në prej këtej e në vazhdim, domethënë. Kjo është një ditë fati, pra nis fati juaj të filloj të lëvizi dhe të sjellë mundësi realizimi dhe stabiliteti këtë ditën e martë, por që do vazhdoj dhe për shumë gjatë, më shumë se kaq. Për sa i përket ditës së mërkur, ja ku jemi prapë në çështje ligjore, disa thirreni në një sallë gjyqi, disa mbaroni punë me çështje të tilla, por që sido që të jetë, uroj që këto çështje të dalin në favorin tuaj. Dita e mërkur ka të bëjë me çështje ligjore dhe gjyqësore. Thirreni për të, nuk e di,
për të mbyllur një çështje të caktuar, për të dëshmuar në për një çështje të caktuar, nuk e di, të shohim, por që me çështje të tilla ju lidh dita e mërkurë ose thjesht me çështje administrative në vija të përgjithshme, por që uroj të kenë zgjidhjen që ju shpresoni që të kishin. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që vin para dhe nga se prisnit, një financim, një mbështetje, një në Amerikë, ose të duen, ju s'do thoni jo, se normale, se mund të thoni jo në këtë pjesë, por që ose mund të jetë para të prapambetura, si do që të jetë janë financime, është dikush që mbështet ekonomiko-financiarisht, dhe thjesht shtojnë të ardhurat të portofolit tuaj, por që i keni të papritura, të paparashikuara, mirë se të vinë. Çon si ka, shtojnë të ardhurat të portofolit tuaj, mas eci rrugës dhe i gjeni, çon si ka. Rëndësika kjo që po them, e hënë e martëm kurejnte, përsa i përket ditës së premte, sukses shumë i mas do mus të karjerë. Në karjerë dhe në çfarëdo gjë ka të bëjë me dokumenta, do të thënë me status, me emër, me pra çështje karriere, çështje një dokumenti shumë të rëndësishëm që ju stabilizon në jetën tuaj, është si të thua shillova në shenjë, ose është nuk e di domethënë, edhe në aspektin personal, të gjitha këto së bashku, duket se një sukses shumë i madh ju pret pikërisht ditën e premte dhe është një sukses që zgjat. Është e arrite, nuk zbret më prej andej, nuk ç'bëhet domethënë. U tha u bë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita kujdes me shëndetin tuaj, se me shëndetin e personave tuaj të dashur, mund të ndjeni pak si pa qejf. Mos e trysnoni shumë veten, ruani qetësinë dhe thjesht është diçka e përkohshme, një grip i stinës, nëse xham ka më grip stinë tani, por që diçka e vogël që kalon shpejt. Thjesht kujdes. Ose me veten tuaj, ose me persona që i keni të moshuar dhe do të bëni kujdes për ta. Dhe përsa i përket ditës së diel, jepini mundësinë një dashuri të re që do ju bëj të ndjeni përsëri si fëmijë të vegjël, por që ja vlen se ju rigjeneron. Nuk di të them përsa i përket ardhmes, thjesht shijoni momentin. Çështja që lidhen me prindërimin duket se zgjidhen, nëse keni pas probleme me fëmijët tuaj, shëndetin e fëmijëve tuaj, një problem çfarëdo problemi qoftë zgjidhet në favorin e fëmijës tuaj dhe në të mirën tuaj, dhe në total është ditë fati që ju nëse bëni gabime jeni të mbrojtur dhe nuk ekspozoheni për keq. Shijoni momentin, do thosha unë, dita e diel është e gjitha që ju të shijoni momentin, të kujtoni dhe njerë si është jesh adoleshent, ish kujdesur, pa preokupime, pa shqetësime, sigurisht që ta teproni, por që jep mundësinë të riktheni dhe njerë në origjinë, të kujtoni se nga e nisët, të kujtoni sa keni humbur, sa problemet i lejuat t'ju maturonin, t'ju pishnin, t'ju plaknin para kohe. Është ditë e bukur, shijojeni, sepse për atë bëhet fjalë, për ta shijuar. Përshëndetje një ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e rëndësishme edhe për ju, do thosha, për të gjithë kjo është një javë që do pak kujdes. Juve edhe më tepër kujdes sepse Marsi është në shenjën e Demit, Plutoni është në shenjën tuaj, çfarëdo gjë duhet të ikë të largohet nga jeta juaj, qoftë të kaluar, qoftë një mbetje psikologjike nga fëmijëria juaj, qoftë një çështje që duhet të zgjidhet në lidhje me ku do qëndroni, brenda shtetit, jashtë shtetit, në atë banesë jeni, një banesë do e blini përfundimisht një banesë, për çështje familjare, as i bëhet fjalë, për çështje pronash gjithashtu, dhe për çështje personale, pse jo, dhe qëllime që keni lidhje me veten tuaj dhe me karrierën tuaj. Nëse sido që të jetë, me kujdes me qetësi tek këtë javë. Për parashikime personale, ju lutem shumë më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Tani përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë vjen me dhurata të vonuara. Do me sa duket këtu kthimi ose rikthimi një personi që mezi po e prisnit, ja ku është. Premtimi për të filluar në një vend pune të caktuar i jeni pa punë, ja ku është. Zgjidhja e një problemi të caktuar ose hapja e rrugëve për të finalizuar ndoshta edhe një çështje pune ose një marrëveshje të rëndësishme, ja ku e keni. Do me thënë është të thuash
është zgjidhja ose është arritja, finalizimi me sukses i çfarëdo gjë keni pritur deri tani, madje mos them që është edhe vonuar pak në kohë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me ambientin familjar, me qetësinë tuaj familjare ose me qetësinë tuaj në vija të përgjithshme. Jeta juaj duket si e patrazuar ditën e martë. Ju vetë do të jeni pak, me thënë të drejtën, pa dëshirë për të dalë dhe për të qenë në prezencën e shumë njerëzve, më tepër do të preferoni të qëndroni brenda 4 mureve të shtëpisë tuaj, të prisni njerëz të rëndësishëm aty në shtëpinë tuaj, përmes ndoshta drekrave ose tavolinave të caktuara që prap i mbani në shtëpinë tuaj, duket se individ të caktuar ju japin zgjidhje të problemeve me të cilat po haseni, po përballeni momentalisht, pa e kërkuar, juve thjesht vjen momenti dhe biseda, dhe ose juve vetë duket sikur pikërisht nga kjo tërheqja juaj nga bota jashtë, duke përqendruar thjesht në atë terrenin tuaj që ju fal siguri, duket se gjeni zgjidhje në probleme shumë të rëndësishme vetë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është jackpot dhe nuk kam fjalë të tjera për të thënë, se do jetë një investim, se do jetë një që të them tani, bigjos, tafti bafti, si të vej, një risk, duket se ju del shumë fare mirë. Dhe mos më pyesni ku në çfarë fushe, është e përgjithshme, mund të jetë kudo. Dikush ka qëllim të zgjidhë një çështje të caktuar, takon personin kompetent për atë gjë që thjesht ja zgjidh atë çështje. Dikush kërkon një mundësi të jepet. Dikush tafti bafti ai të aplikoj një herë për këtë vend pune, i del fitore e madhe. Do të thonë, do ta kuptoni kështu funksionon, është ditë fati që favorizon arritjen e finalizimin e qëllimeve të ndryshme të që secili prej jush ka. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që juve meshkujt nuk e di se çfarë po prisni akoma të merrni vendime të rëndësishme. Nëse e shikoni që nuk jeni në gjendje të merrni ato, po lërini këto femra të shkretare se i morët më qafë, bëni punë me veten të paktën. Pra, juve meshkujt jeni vonuar shumë përsa i përket zgjidhjeve të problemeve familjare ose personale dhe nuk e di çfarë po prisni akoma. Nuk keni më shumë kohë, mos suqani pastaj në qoftë se gjërat vjen ndryshe. Juve femrat kot po prisni, sepse kjo po të ishte do kishte marrë vendimet e veta, mirë do ishte të mendoni se të vazhdoni përpara. Tani se dikush në momentin e fundit vepron dhe shoqëro Zot më në fund, okay. Por për gjithë të të tjerë që thjesht po mendoni akoma, Zogu nuk do ju presë dhe për shumë gjatë, ta dini. Përsa i përket ditës së martë, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është e gjitha në lidhje me çështje që vëmendjen tuaj e kthej në pronë. Çfarëdo gjë ka të bëjë me pronën dhe mbrojtjen e saj ose shfrytëzimin e saj, çfarëdo gjë ka të bëjë me një shpërngulje, një banesë tjetër e ka fjalën, çfarëdo gjë ka të bëjë me një shitje apo blerje të një banese, çfarëdo gjë ka të bëjë me një çështje bashkëjetese, të tilla gjëra duket sikur të rreqin vëmendjen tuaj ditën e premte ose fakti që duhet të punoni pak më tepër për të stabilizuar ekonomiko-financiarisht ose materialisht, për kërkoni një farë stabiliteti që në vijë të përgjithshme arrihet. Brenda ditës së premte, avash arrihet, do të bum, po që kuptoni se po arrihet avash. Dhe për çështje shëndetësore gjeni zgjidhje. Është moment të rikuperimi. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, do jepet një mundësi e dytë për ta nisur nga e para, me një person, me një situatë, me karrierën tuaj, me çfarëdo gjëje favorizon mundësitë e dyta, duke se do i keni ditën e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel do ju jepet ajo mundësia, dhe shko sa bukur lidhen. Duke se ju jepet mundësia që ju kërkoni me do e mos ju jepet ditën e shtunë, po që ditën e diel do ju thuhet, shiko se vjen me kosto, ose vjen me kushte, më mirë, jo kosto, po vjen me kushte. Je e gatshme të përshtatesh kushteve të mia? Nëse po, vazhdojmë, nëse jo, e lëm fare. Do me thënë, çfarëdo situate që vjen në formën e mundësisë së dytë ditën e shtunë në jetën tuaj, predispozon dhe nënkupton që ditën e diel, direkt më pas, do me thënë, se këtu duhet të përshtateni ndaj kushteve të reja. Dhe nëse do dini të përshtateni tamam, gjëra do ecin shumë mirë. Nëse pastaj jo, atëre siç do nisi, ashtu do mbaroj.
Ta kuptoni këtë gjë. Uroj të jeni të predispozuar për të kuptuar se dhe ju do të ndryshoni, të sillni një farë ndryshimi, sepse edhe mbas edhe ju e keni tepruar. Ose ndoshta edhe ajo çka u prish dhe për fajin tuaj, dhe tani duke qenë se ju jepet një mundësi për ta rregulluar ose rikuperuar, të kuptoni që edhe duhet të ndryshoni dhe ju të bëni ca lëshime. Përshëndetje e peshqve dhe mi se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që në vjetë të përgjithshme do të thosha bëni kujdes shumë me financat tuaja. Një pikë së pari dhe të ditë të parë do të bëni shumë kujdes me çfarëdo gjë ka të bëjë me investime, çfarëdo gjë ka të bëjë me provoj, po prap investoj, do të thotë çfarëdo gjë ka të bëjë me parime, vlera, shfrytëzim të vlerave të parimeve tuaja ose shfrytëzim të portofolit tuaj, bëni shumë kujdes aty, mbase ndoshta ju po gaboni dhe do ketë kohë do ju kushtoj. Por çështje pastaj që lidhen me çështje dashurie, çështje fëmijësh, çështje investimesh, çështje artistike nëse jeni në art, lançimi një projekti me radhë, fitimet që lidhen me to, pra dashuria, fitimet, financat, paraja me radhë, fëmijët, të më bëni shumë kujdes brenda kësaj jave, sido që të jetë, ju lutem shumë. Për parashikime personale, sigurisht më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Por sa I përket javës pastaj, dita e hënë nis me mos hiqni dorë nga ëndrat tuaja, sikur dhe nami të bëhet, sikur dhe gjithçka të jetë duke u shëmbur apo të duket sikur po shkatërohet, juve qëndrojeni besnik asaj ideje tuajës, asaj intuitës tuaj, asaj pune që keni bërë dhe që nëse dorëzoheni pikërisht në atë moment që do dorëzoheni, nën kupton se u dorëzuat para realizimit të asaj që po prishte të realizoj. Pra, prisni deri në fund fare, pa u dorëzuar ditën e hënë, në fund fare ajo çka ju kërkoni bëhet realitet. Po nëse ishte dorë, do kuptoni se është dorë pikërisht në momentin që ajo ishte duke u realizuar, do të thënë gjuna. Për sa I përket ditës së martë, dita e martë ju tregon para marsh, do të thotë që jeni duke ecur, keni qenë dhjetor në fakt që keni nisur këtë lloj rrugëtimi, synon realizimin e vet brenda korrikut, edhe më shumë vjeshtës akoma, do thosha deri nga dhjetori 2026-s, sido që të jeni detyruar të ecni përpara. Rëndësi ka që keni hedhur hapin dhe po vazhdoni ta hidhni atë, nuk ka për t'ju dalë për keq, por shumë mirë ka për t'ju dalë, që për çfarëdo gjë po merrni iniciativa ose keni marrë iniciativa dhe jeni duke vazhduar pikërisht me to edhe ditën e martë, duket se ju del me shumë sukses, sidomos gjatë korrikut, po që jeni në rrugën e dur, dua t'ju them. Por sa I përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë edhe për ju është jackpot. Është një moment në kohë, është një fat I papërsëritshëm, se do jetë përmes një investimi apo një risku që ndërmerrni ju, çrëndsi ka në punë, në karrierë, në para, më tepër, 100% është e paraja, por edhe çfarëdo gjë që uça fati pata, ja ku e keni ditën e mërkurë. Por sa I përket ditës së enjte, dita e enjte, shumë për jush për shembull keni nisur një punë të re ose një marrëdhënie të re ose një çështje ose një shtatzani, pse jo, dhe e keni me dyshime, mos si do eci, kam bërë gjën e dur, mund të ketë vështirësi, mund të jeni përballë me vështirësi deri tani, ka për të ecur shumë mirë, juve thjesht ndiqni rrjedhën. Rrjedha se ku ju çon. Nuk ka për të dalë keq, është thua shumë sundan ka kopeja se ta ujku, por që keni dhe besim se e vërteta është që për çfarëdo gjë keni nisur si projekt të ri dhe prisni me insistim të shikoni si të realizohet, pavarësisht vështirësive që ajo ka hasur pikërisht brenda muajit prill edhe maj, tani që jemi, në qershor ajo gjen teren për tu zhvilluar dhe del me sukses. Edhe më tutje pse jo, vazhdon dhe më tutje. Në martë më kurejte. Përse I përket ditës së premte, dita e premte ju tregon se jeni rritur, jeni maturuar, ja keni dalë të përballeni mirë, të keni fitore me çfarëdo përballje që jeta ju ka sjell. Deri më tani është jeta është surpriza. Është hap një del një, po që është edhe ndryshueshmëri. Dhe kushdo ditë I përshtatet këtyre ndryshimeve, atëherë del I fituar. Kështu që bëuni gati që për ndryshimin e radhës, as I bëhet fjalë, në jetën tuaj, pikërisht ditën e premte, ku as ju nuk do të jeni më atë që ishit, po as mos pretendoni që të tjerët të jenë ata që dukej se ishin.
surprizat e jetës do të jenë goxha të favorshme për ju, por ajo që është më e rëndësishmja është që kuptoni se jeni maturuar dhe fal maturisë tuaj nuk do bëni më gabimet që keni bërë. Kjo një, dhe fal kësaj gjëje, pra fakti që keni mësuar nga gabimet tuaj, jeni maturuar, shfaqni një farë vetbesimi të lartë. Kjo ju është dhe të tjerët dhe madje u krijon atyre besimin se nëse ju kalojnë juve realizimin e një pune apo të një projekti apo të çfarëdo gjë të tillë objektivi, duket se arrit me sukses. Kështu që presin suksese në përgjithësi në jetën tuaj ditën e premte, në punët tuaja, në marrëdhëniet tuaja, në kudo duket se ju falni besueshmëri dhe u besojnë gjërat caktuara. Atëherë e hënë marrë dhe më kurrente e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dhe që kuptoni se kushdo duhet të iki nga jeta juaj. Do të thënë kuptoni se jeta e ka, siç e thash, me faza. Ikën njëri, po vjen tjetri. Këtu kuptoni se kushdo që u largua sepse kaq kishte për të ofruar, kaq kishte për të dhënë dhe të zvendësohet nga dikush tjetër që ka për të dhënë më shumë akoma. Kjo vlen dhe për marrëdhënie personale, intime, po dhe për marrëdhënie profesionale. Diçka po mbaron sepse ai kishte ardhur momenti duhet të mbaronte dhe mos u mërzitni për këtë sepse një epokë e re po fillon për ju. Marrëveshje të rëndësishme që ju sjellin atë që meritoni fundja, jo atë që menduat ju se meritonit. Martë më kurrë të premteshton. Dhe përsa i përket ditës së diel dhe mbyllim këtu, pikërisht ato momente që ju duket se jeni i dorëzuar para fatit tuaj, nuk shpresa ka mbaruar, është duke vdekur, domethënë, sado dhe e fundit është duke dhënë shpirt, aty pikërisht në atë moment që nuk shpresoni më për asgjë të mirë, aty vjen dhe realizohet një ëndër e madhe shumë. Domethënë, këtu po flasim për një realizim shumë të madh, që ju prek, ju vjen, pikërisht ato momente që ishit gati duke dorëzuar. Është e bukur shumë, sepse është e papërsëritshme dhe më bëhet shumë qefi për ju sepse e meritoni vërtet.